Ky është 55 vjeçari Xhemaludin Rexhepi nga Tetova. A jeton pikrisht në mes të qytetit të Tetovës, por shtëpia ku jeton i ngjan kasollës së mesjetës. Kjo shtëpi gjendet vetëm disa metra larg qendrës së Tetovës në rrugën 170 afër lagjes Vardarska. Xhemaludini në këtë dhomë jeton një kohë të gjatë vetëm. Ai aty gatuan, aty flen, aty jeton dhe tërë jeta e tij zhvillohet në një dhomë shumë të vogël. Që si e shifni, ftoft, drunë argjesë që sa që mund, këtu është, jasa, ajo ta isa ashtu vlag, frim ka, ajo ta blokat e dolapi më zru krejt, ftoft, sa kam pas mundësi, kam baru, sa s'kam pjallaj dhe s'kam që të bajt. Që këtu flej, brej këtu flej jarë. Po është, kam sikletin halat gjalli, që pi sikletit s'kam edhe jetot së më jetot, që kështu të nësë. Po merëm me JKP-në këtu pastrim, rrugat. I pasëm, shtash dimnit, dëkun ku s'ka, krip hugim, aso gjaja. Sa kanë gjallë më kanë dimu, bere qatë vesën për të gjalli për me shku të shoqja, në spital kam shku bere qatë vesën, kanë dimu. Sa kanë pas mësaj, edhe sa nuk kanë pas mësi, në kanë bërë gajret, në kanë dhanë bere qatë vesën, ama se mu më dodi rasti i gjallit e shoqes, ati veç Allahi ati në ka pa. Megjithatë, kjo nuk është dhimbja më e madhe që ka ai. Tragjedia e tij është shumë më e madhe. Para një viti djali i tij 12 vjeçar humbi jetën duke punuar në një punëtori për automekanik. Gjatë shërimit të djalit në Shkup nga djegjet, këtë nuk mundi ta përjetojë nëna e tij, e cila ndroi jetë duke parë djalin në shtrat në Shkup. Pas kësaj, edhe i biri i tij ndroi jetë dhe jeta për Xhemaludinin bëhet ferr. Brenda një kohe të shkurtër ai humb bashkëshorten dhe djalin dhe tani jeton me një vajzë të vogël, por për shkak të kushteve të këqija, vajza jeton tek të afërmit. Ai tani mban në dorë fotografinë e djalit të tij, tek i cili kishte shpresat se një ditë bashkërisht do ndërtojnë shtëpi të re. Për 2 javë u shuan edhe shpresat e tij se një ditë e mirë do të troket edhe në dyert e kësaj shtëpie. Ta është qev, si më qev. Vajza që rinë të nëse vlajt të gjenat, dhe njerë mërzitët djelë, dhe mobi, më më ditë, me ti kom betë, thash edhe ti më largosh për shpije, mos bebi, edhe ajo mërzia, se këllëtia në nëzves, vlajt. Gjalli atërë në spital, i tha asaj grujës, këse vakët i tha, ti mu nuk më ka zonë se nana më ka vdeku në buk nuk ka, edhe mu më prema, edhe buka, edhe jetën nuk më jetohet. Nështë të këtë ka pas shpirtë, se zonë, me shkatëroj jetën, edhe kratë, edhe kamët më janë shputë ma. Isë më shkotë edhe puna nuk më shkonë, akati, me nëzej të, edhe 9 vjetë ku se më starë, 64, ama që qaqë. Edhe me të li gjalli, me e prish këtë dhomën këtu një trekulloha sa, jeshi vlëk. Sa sa ani bëllosh, sa salë të mgrijësh, të më jesësh. Ama shoqja i frakti të mgrijësh, shkoj, ama mu krejt më thëmë durimi jotë nuk e dim, si ke dëru dhe i shash. Ama shpirti jem e di, shpirti jem e di. Dise në ejtë, kur jata beri, reja të du tha, a do bisha, a të marrë që një këti. Unë, sa më pa vdek gjalli, lështë ke babë, gjabana, jo, erë doktorët më dha një injekcion. Këtu mirë, për 5 minuta shëndosh, ama zemra nuk shëndosh. Shpirti e kom pas menë. Kërse majtë më batë, që thënë, edhe me të lijes shoqës i tha gjalli, oba, anani, kretë kanë marru shpia në... Po qash sa babushi ka pas mundësi, edhe babi qash ka mundësi. Ai nani dëcoj me dajolarë, dëcoj ngërpet për të marrësh.
Ja loshkëm e mbaroj ndaret. Xhemaludini jeton me një rrok të vogël si punëtor në ndërmarrjen publike komunale si pastrues dhe thot se me një rrok të vogël nuk mund të rregulloj këtë dhomë të tij, e cila dita ditës mund të shembet. Pas një kusht elementar për jetesë, ai vazhdon të jetoj brenda këtyre 4 mureve, e cila nuk është asgjë përveç se një kasolle. Ky njeri që përjetoi shumë çka në jetën e tij, jeton shumë afër nesh, shumë afër qendrës së Tetovës ku jeta zhvillohet me një dinamizëm modern dhe me ndërtesa gjigante. Ai sikur edhe në tjerët, meriton të jetojë në kushte normale, prandaj çdo ndihmë është e mirëseardhur.